Një shpërthim i dyshuar me granatë dore ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës në Prizren, duke shkaktuar kështu dëme të konsiderueshme materiale, por pa persona të lënduar. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shoqir Bytyqi, ka bërë të ditur se rasti është raportuar më 16 qershor 2026 rreth orës 3:30. Më datë 16 qershor rreth orës 3:30, policia është njoftuar për një shpërthim në rrugën Brigada 128 në Prizren, i cili kishte shkaktuar zhurmë të madhe. Sipas tij, njësitët policore kanë dalur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë kontaktuar me ankuesit dhe dëshmitarët. Ankuesit dhe dëshmitarët kanë deklaruar se derisa ishin në gjumë, janë zgjuar nga zhurma e 2 shpërtimeve. Si pasojë e shpërtimit është përfshirë nga zjarri një vetur në pronësi të së njerës viktim, ndërsa është dëmtuar edhe fasada e shtëpisë së një viktime tjetër, thuhet në njoftim. Policia ka bërë të ditur se përveç dëmeve materiale nuk raportohet për persona të lënduar. Nga ekzaminimi fillestar i vendit të ngjarjes, dyshohet se shpërthimi është shkaktuar nga një granatë dore, ka njoftuar Bytyqi. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.